Nëse ti nuk tregon pak a shumë punën që bën, njerëzit të shikojnë që ti nuk është se thjesht merr një foto nga Canva dhe thua kjo është puna ime, po këto janë punë që ti ke bërë. Duke qenë se ti nuk e ke mundësinë mbase të flasësh shumë mirë, gjë që unë mendoj që ti flet shumë mirë, por nëse nuk do që të flasësh në video, atëherë duhet të krijosh content pa zë që të regojnë brapa skene, të regojnë për shumë këshilla se çfarë bën një logo unike që njerëzit do mbajnë mend. 3 mënyra se si ju të krijoni një logo kështu. Pra mundohu të krijosh postime rreth industrisë tënde që bizneset të bëjnë follow. Nëse bizneset nuk gjejnë vlera te postimet e tua, te videot e tua, atëherë ata nuk kanë për të ndjekur. Nëse bizneset nuk do të ndjekin, atëherë nuk ke për të pasur interes të shërbimet e tua. Prandaj nëse ti krijon për shembull, edhe pse je thjesht graphic design, ka graphic design kudo. Nëse ti mundosh të bësh content që tregosh që ti je ekspert, që nuk je thjesht një person që përdor Canva-n, gjen postime të gatshme dhe i thua, ok, bëra design. Ti je një person që di të kuptosh misionin e markës, misionin e brandit, dhe si ti atë mision që ata kanë, ta kthesh në një logo që njerëzit ta bëjnë wow, që të mbahet mend.